Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, dukuruar që kjo ditë t'ju sjell shumë gjëra të bukura, mbarsinë e shpirtit dhe dashurinë për njëri tjetrin. Afrimi i festave kombëtare natyrisht ngjall ndjenjën e patriotizmit tek të gjithë ne. E përkthyer në shumë veprimtari të organizuar në shkolla, kjo atmosferë është e prekshme në të gjithë shkollat e Shkodrës dhe shumë më gjerë në të gjithë vendin. Edhe sikur të shohësh në rrugët e qytetit këto ditë, sheh nxënës, fëmijë me rroba kombëtare, me simbolet kombëtare të flamurit, me një festivitet që përjetohet së brëndshmi, që përjetohet në shkollë, në familje, e pse jo, derdhet shumë bukur në atmosferën e përgjithshme të qytetit. I them këto fjalë sepse të gjitha shkollat kanë organizuar veprimtari të bukura dhe mbërslënse, të cilat synojnë në rritjen e ndjenjës së dashurisë, në pjesëmarrjen dhe gjithë përfshirjen e këtyre nxënësve. Sot i jemi drejtuar një shkolle, nxënësit e cilës kulmojnë me veprimtari dhe rezultate të shkëlqyera. Sot në studio kanë ardhur nxënës dhe përfaqësues mësues nga Kolegji Hasan Riza Pasha. Në studio jam së bashku me profesor Ardit Boriçi, zëvendës drejtor i ciklit të mesëm në Kolegjin Hasan Riza Pasha. Profesor Arditi, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Së bashku në këtë studio jemi me Jona Koklikun, e cila është edhe presidente e qeverisë nxënësve, me Arseldi Muçën dhe Rona Nurjen. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Besoj ditë festive, apo jo? Po. Sot keni aktivitete, kulmojnë, apo jo? Sot po shumë se kur. Më shumë se kur. Është mbyllja. Ta përëzojmë bukur. Jeni të angazhuar patjetër. Si është atmosfera në Kolegjin Hasan Riza Pasha? Jena mundu të tonë me punu, dhe me thënë me mësuesa, nxënës, edhe kena rreth një muj që mundune me dekoru shkollën edhe me bë atmosferën sa më festive, edhe për mendimin të mja kena arrit, po me hinë shkollë dëllohet komplet fryma e javës pavarësisë, edhe janë bërë shumë aktivitete ndryshme në lidhje me këtë. Profesor Arditi, besoj se keni hartuar një plan të mirëmenduar në këtë muaj, sidomos në javën e pavarësisë, apo jo? Padyshim, tashmë është kthyer një traditë për shkollën tonë, për kujtimi i festave të nëntorit, kryesisht festë pavarësisë, një traditë e cila ka marrë para disa vitesh, në këtë 18-19 vjet, u quante si java shqiptare dhe më vonë, nga që aktiviteti ishin të shumta, u shtrit përgjatë gjithë muajit nëntor. Thash, aktivitetet janë të shumta, nxënësit kanë qenë shumë bashkëpunues, mësuesat kanë qenë shumë të angazhuar me këto aktivitete. Bëmë tani në shkollën tonë, gjithë shkolla është kuqezi. Kjo nuk është një frym nacionaliste, është një frym atë dashurie, nxënësit, po edhe mësuesit kanë dëshirë me përjetu me emocione këto feste që po na vijnë. Thash që në fillim të muajit ne kena bërë një plan pune ku janë të konceptuar gjithë aktivitetet që do të organizojmë. Gjatë kësaj periudhe ne kemi nxënës kanë punuar me projekte që kanë të drejtuara drejt për kujtimit të festave të pavarësisë. Njëkohësisht janë organizuar mjaft konkurse me tema që lidhen me pavarësinë ose edhe me historinë e popullit shqiptar. Janë organizuar disa aktivitete ku nxënësit kanë vizituar muzeumet e Shkodrës. Ne kena muzeume shumë të mira në Shkodër. Muzeumi i Kujtesës për shembull është një muzeum i cili duhet vizituar, me pa një situatë ku populli ynë, gjithë popull ka kalu për rreth 40 vjet. Njëkohësisht Fototeka Marubi, një ndër institucionet më të njohura jo vetëm në Shqipëri,
ku nxënësit me të vërtet kanë dalë shumë të kënaqur. Po edhe vizita në shtëpinë ose Kuks të Muzeumi i Shkodrës. Njëkohësisht janë zhvilluar edhe kupa për pavarësinë, kupa voleybollit për vajza, kupa voleybollit për djem, kupa futbollit për djem, edhe energjia e nxënësve ka qenë goxha e madhe. Ne gjatë gjithë kësaj periudhe kena menduar për një koncert përmbyllës, e kemi sot, nga që është edhe fundi domethënë përmbyllja këtyre aktiviteteve. Njëkohësisht është vendosur edhe një dram në skenë nga mësuesja e letërsisë. Sot fatkeqësisht rashim ne kishim menduar me bë diçka të bukur në mëngjes me nxënësit, menduam ngritjen e flamurit edhe me një dekor festiv, fizik zjarre, gjëra të tilla. Megjithatë sot koha nuk na la, gjithsesi ne kena bërë edhe vitet më përpara. Festivitetin do ta shprehni në aktivitetin që pason apo? Pa diskutim, tani kena një aktivitet në rreth drekës, kena atë koncertin festiv, ku do të marrin një pjesë e mirë e nxënësve, dhe me ato masat anti-Covid normalisht, po. Kemi pas aktivitete, kemi pas. Jona, besoj se ky program është shkrirë tek dëshira e nxënësve. Keni pasur, si jeni përfshirë ju edhe si qeveri e nxënësve? Ka ardhur si një program që e kanë hartuar mësuesit, apo ka pasur edhe një bashkëpunim me ju? Bashkëpunim sigurisht që ka pas me mësuesit e me nxënësit. Kena punu po për shtim të tonë nxënësit e shkollës për këtë javë. Dikush më shumë, dikush më pak, për bosh me mësuesat jo kena rrit me bë. Janë shumë veprimtari. Janë shumë veprimtari. I përmend edhe për Forditin, por janë bërë shumë aktivitete të bukura në shkollë. Çfarë do të thotë për ju të jesh patriot? Do është të bërë. Po, ta dush vendin tanë, të mundohesh të kontribuosh për vendin tanë dhe të lesh një figurë të mirë kudo që shkosh dhe të njihesh si një shqiptar i denj. Kjo besoj se është ajo pjesa kryesore. Keni munduar që këtë dashuri ta shprehni pikërisht me figurën tuaj si nxënës, me rolin tuaj, me plotësimin e detyrave që ju keni ndaj vetes, të tjerëve, etj. Pikërisht, po. Mirë. Ne kemi nxënës, jemi krenar për to. Realisht, në çfarë do lloj aktivitetit, jo vetëm procesin mësimor, jo vetëm me nota që janë shumë të mira, unë kam shumë nxënësa të mirë këtu, por janë ndihmues punës tonë. Thash, unë jam krenar që punoj me ta, normalisht kur ke njerëz të tillë, domethënë nxënës të tillë, përkushtimi i mësuesve rritet. Edhe puna bëhet më lehtë. Natyrisht. Gjithsesi, ju përmendët disa veprimtari. Çfarë ju ka mbetur si diçka e pashlyeshme? Përveç atmosferës, siç e përmendëm edhe më parë, në muajin nëntor zhvillohet edhe një konkurs i artit dhe letërsisë midis të gjithë kolegjeve të Fundacionit Gulistan në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne e kena të freskët pra këtë aktivitet, vim me 18 medalje. 18 medalje. Prej ku 7 janë ari, 6 argjendi dhe 5 bronzi. Kemi konkuruar në 4 fusha, në interpretim pra recitim, në këngë, në ese dhe në vizatim. Kemi pasur kategoritë ndara për ciklin fillor, atë 9 vjeçar dhe ciklin e mesëm. Kena ardhur gëzu me të kënaqur, natyrisht numri kaq i madh medaljesh. Rona, ke marrë pjesë në këtë konkurs? Ja, kam marrë pjesë tek një ekspozit që është zhvillu dje në hall të shkollës, pra janë ndërzuar shumë projekte, pothuajse gjithë nxënësit kanë marrë pjesë, gjitha klasat. Projektet ishin shumë bukura, kishte piktura, kishte kolazhe, është krijuar tamam një atmosferë, edhe më pëlqen shumë që ta nxënësit kanë bashkëvepruar me njëri tjetrin, sepse projektet kryesisht ishin bën grupe, dhe besoj se ka dalë e ka bë më të bukur ton atmosferën e festave të nënore në shkollë. Ti vetë je një vajzë që ke prirje për pikturën, madje ke hapur edhe një ekspozit personale
pak muaj më parë në ambientet e kolegjit Hasan Riza Pasha, aty ku ti mëson. Si ka qenë pjesëmarrja jote në këtë ekspozitë? E zhvillu tek shkolla edhe nuk ka pas shumë nxënës, po jam kënaqur pse ishin pak se ishte dita e fundit e shkollës. Besoj se ka dalë gjë e bukur. Ekspozita, po. Ndërsa pjesëmarrja në ekspozitën e pavarësisë, si ka qenë? Unë kam bë bashkë me grupin që kam qenë. Kena bë një projekt, Kalan Rozafa në një fest. Dhe kemi ishte gjë e veçantë pra se thesi është materiali i parë për Telajo dhe ishte i vetmi projekt që ishte zhvillu në një material jashtë shumë të prekur nga artistët e tjerë dhe është vendosur në një tavolinë, ka dalë pak a shumë si një qëllim, shumë e bukur. Po si u lindi ideja që të realizonit kështu kalan? Në fillim, në fakt na ka ndihmu pak Zysha Artit me idenë. Ne kena në fillim nuk kishim fare dëshirë me e bë, se mendoshim që kishte me dalë kaq e bukur, por thamë pa e provojmë dhe doli shumë gjë e veçantë, na pëlqej shumë ani. Kishte përfshirje se cili prej nxënësve jepte ide, ndërtonte diçka, realizonte diçka për më mirë, më bukur. Po të gjithë kena marrë pjesë, ishim 6 vetë në grupë, gjithë kena marrë pjesë, kena ndërvepruar me njëri tjetrin, jepshim menime, ide, të gjithë ndihmoheshim, pra nuk ishte asnjë që rrite kodin e tonë. Edhe ka pëlqyer shumë sepse zakonisht në projekte të tjera nuk ka se punojnë kaq shumë, po ndoshta vetë fakti që ishte për festat e nanorit i ka bërë ata me punu me një. Po punimet e tjera të ekspozitës, si t'janë dukur? Edhe ata më kanë pëlqyer shumë, pothuajse gjitha ishin me ngjyra kuqezi, kishin lidhje me Shqipninë, me Marigonit. Ishte shumë, se mendohesh që kishte me u bë një ekspozitë kaq bukur, kaq gjithë përfshirëse, sepse vite tjera është bë, por këtë vit, sidomos nga që kam kanë vetë të i rregullua kur e shifsha projekte. Ke qenë si kuratore e ekspozitës përveç se pjesëmarrëse, apo jo? Gjë shumë e bukur. Arseldi më parë përmende një konkurs me të cilin ju jeni kthyer me 18 medalje. Si ka rrezatuar pikërisht ky sukses dhe çfarë ka ngjallur pikërisht në këtë javë të festive në prag të festave? Kryesisht pra, tema e konkursit ishin tema patriotike pra, për kategorinë e këngës, këngët duhet ishin shqip edhe më pëlqen shumë si ide për me kultivu dëshirën e të kënumit shqip, sepse në kohët e fundit sikur ka hup prezantimi i këngëve shqipe dhe ky rikthim ishte mjaft i mirë. Ti vetë je një këngëtar, përveç se një djalë i shkëlqyer, nxënës, po ashtu i shkëlqyer. Mendoj se që nga fazat e para që janë zhvilluar në shkollat përkatëse secili nxënës ka filluar puna e madhe, qoftë individuale ashtu edhe nga mësuesit e landeve përkatëse, nga mësuesit e letërsisë për përzgjedhjen e poezive për të recituar, nga mësuesja e artit, po nga ashtu edhe nga mësuesi i muzikës. Dëshira për të dalë mirë në konkurse, mendoj se na ka ndihmu për me pas një sukses kaq të madh, po edhe fakti që zhvillohet një muj tillë na ka motivuar ndoshta më shumë. Ti vetë çfarë qasje pate në këtë konkurs? Në fakt për mua ka qenë i veçantë sepse pavarësisht faktit që ndodhet në javën e pavarësisë, pra edhe për mua hera parë që e përjetoj atë konkurs, ishte edhe konkursi i parë mas një pushimi të madh të karrierës time artistike në muzikë. Pikërisht pra më dha kënaqësi tepër të madhe dhe fitimi i medaljes të art në kategorinë e këngës për kategorinë time. Cilin këngë këndove? Unë këndova këngën Çdo zemër një herë troket të Frederik Nocit. Ndërkohë që edhe sot ke një këngë për ta kënduar në konkurs. Çfarë ndjesie të dha pikërisht kjo shtys kaq e bukur në atmosferën e festave që ti rikthehesh këngës? Ti e ke këngën brenda vetes apo jo?
është një zjarr që vlon mrena mejet. Këngë shqiptare janë gjithmonë të bukura dhe përcjellin gjithmonë emocion, qoftë edhe tek unë ashtu edhe tek dëgjuesi dhe merr të mirë që riktheva në këtë mënyrë. Është emocion i papërshkrueshëm. Jona, besoj se e gjithë ndodhur dhe me një aktivizim shumë të madh ke qasjen tënde në këto aktivitete. Sigurisht, kam ndihmu shoqet, mësuesit për të thënë, kam marrë pjesë edhe te kampionati që është Kupa Pavarësisë për volejboll për vajzat. Edhe po ashtu edhe i kam njeh, domethënë meshjet e djemve ose vajzave volejboll edhe futboll. Është e ku do ndodhur apo jo? Po. Sepse Përveç të pjesa e interpretimeve. Jona është energji e pashtershme. Shpirt lëvizjes. Jona gjë e bukur që të kulmojnë në këto rezultate. Ne e kuraj gjithëve, domethënë, për ashtu përpara. Përmendet edhe një pjesë teatrale që është vënë në skenë. Apo jo? Kemi përgatit një dramë. Në fakt kena punu shumë. Drama është e titulluar me Jorgani dhe është shkruar nga Fadil Kraja dhe jena shumë nderuar që pas një humbje kaq të madhe për qytetin ton e respektojmë ndoshta edhe në këtë mënyrë që na përkoj edhe me festat. Dhe ka dalë një gjë shumë e bukur. Profesor, këto nxënës që kanë një dashuri kaq të madhe për aktivitetet, një qasje shumë të bukur, ja bashkangjisin përgatitjes së tyre cilësore në shkollë, apo jo? Padyshim, i thasha më përpara, këta janë nxënësit shumë të mirë që kena në shkollë. Ka një karakteristikë shkolla jonë, kena nxënës të mirë, por kena edhe sportistë mirë, kena artistë mirë. Të dy këto janë modest. Edhe Rona Arseldi për shembull, Arseldi është fituesi i medaljes arsimit te ky konkurs i artë ligjësi që e përmendi, por nuk e përmendi vetën. Dhe nuk ka gëzuar shumë, është me të vërtet arritje. Edhe Rona është piktore, përveç nxënës e mirë, është piktore talentume. Edhe unë jam habit realisht edhe me ekspozitin që hapi vjet, edhe me punën që bani si mirë, që ishte shumë e bukur. Rona e shpjegoi, por bëma e pa është shumë interesante, është diçka veçantë. Dhe tu bashku edhe me forcën që ka energjinë dhe energjinë e jonës, bani skuadër fantastike e shkollës tonë. Madje kolegji juaj këto ditë ka përjetuar edhe një vlerësim shumë të madh nga nxënësit që kanë mbaruar dhe kjo i bashkangjitet festivitetit të këtyre ditëve, apo jo? Padyshim, sot njihemi shumë mirë para një jave, fiks para një jave shpërndan certifikatat ose medalet e arta për nxënësit e shkëlqyer. Ne fitum nxënësit ton, pra morën 5 medalet arta, është një arritje e jashtëzakonshme. Nuk është vetëm lokale, vetëm për Shkodrën, që nuk do të them vetëm shkolla jonë mori të tilla certifikata, po është edhe mbar kombëtare. Në dijenin time nuk ka shkollë në Shqipëri që ka marrë kaq medalet arta. Medalje të arta të maturantëve që kanë kryer. Një vit më parë keni pasur Sibel Luizin. Po, e përshëndesim këtë vajzë. Diskutim edhe Igli Mlojën, me lisi Allanin pak me vonesë. Por si vjet ishte bum, domethënë, 5 medalje. Shpresojmë që këtë traditë i vendoset një gjerdan i bukur i punës dhe i arritjeve, apo jo? Jo vetëm shkollës tonë, jam i bindur nga Shkodrës. Jam i bindur që ato nxënës, domethënë, kaq të mirë, kaq shkëlqyeshëm, janë një motiv më shumë që shumë shkodran me vazhduan punën e tyre edhe me djarmën pa emrin e Shkodranit, po edhe shqiptarit. Prej këtyre 5-4 janë sot në universitete shumë të mira jashtë, edhe shpresojnë që në një të ardhme edhe me ndryshimet që mund ndodhin në Shqipëri, ato të jenë kontribues, domethënë. Si mendoni këtë ecuri të këtij shembulli tek vetja juaj? Shpresojmë. Se ne me vetes, po marrë dhe ne. Me marrë dhe ju. Ne një ditë t'i dhojmë këtë kënaqësi edhe vetit, po edhe shkollës. Punojmë fort për më arritet e. Mundësit i kanë. Vetmja që është puna.
në qoftë se këto vazhdojnë me punu siç kanë punu deri tani, gjithçka zgjidhet. Sa gjë e bukur. Sa gjë e bukur është kur këto rezultate kulmojnë në një javë shumë festive, por edhe një javë reflektimi, natyrisht, apo jo? Siç janë gjithë këto aktivitete që mbijnë në zemër. Për shembull, ku e shprehni ju patriotizmin tuaj? Në çfarë aspektesh? Vetëm kur lot futboll kombëtarja apo diçka tjetër? Më thoni. Edhe në të qenë një qytetar i mirë, kontributi jonë në çdo fushë, si në art, si në sport, apo dhe thjesht një përfaqësim i mirë i vendit. Mendoj se është përgjigje. Është diçka shumë e bukur, ndërkohë që ta ndjesh veten me pulsin e jetës, e njerëzve, të duash familjen, të duash shtëpinë tënde, qytetin tënd, ku ka më bukur, apo jo? Kjo është një ndjenjë që nuk shqitet, kudo qofsh. Edhe me mijëra kilometra larg, apo të kesh dëshirë të kontribosh, që pasi që të kthesh një njeri i ditur, i shumë i specializuar, të kthesh si ata patriotët e dikurshëm, edhe të kontribosh këtu. Është kështu apo nuk është? Nuk e di se cili është i hapur në jetën, në botën e tij, por kjo do ishte diçka e mrekullueshme. Është një brez fantastik. Dhe jo vetëm shkollës tonë, po gjithë shqiptarët po përjetojmë ndoshta një bum të madh të rinis që ka dëshirë marrë si mu, ka dëshirë me ecë përpara. Shpresojmë që ky bum të rikthehet në Shqipëri. Për njerëz që kanë vendosur me kalu jetën në Shqipëri, jam i bindur që është ëndra e çdo kushte. Se ky vend mund bëhet, ky vend është i bukur, është shumë i dashur për ne, mund bëhet shumë. Jemi në një ditë festive, në një ditë kur koncertin do të realizoni pas pak, mbas intervistës do përgatiteni. Cilët janë rolet tuaja në këtë aktivitet? Unë thoshtë edhe më por nuk kam pjesë të interpretimi, por të kë organizimi. Gjithçka është organizuar me qeverisjen e Nxënësve, ku Jona është presidente e qeverisjes për shkollën e mesme. Bravo. Ndërkohë që Arseldi do këndoj, do t'i rikthehet atij zjarrit të brendshëm që ka, ashtu siç ka qenë në qendrën kulturore të fëmijëve, fituesi vendeve të para, një bilbil i vërtet. Çfarë këngë do këndosh, Arseldi? Do të këndoj një pjesë të këngës që do performoj sot, Pragu i Vexhelis. Sa bukur. E tham, dashuria tek Pragu, apo jo? Aty është atbeu, aty është një gjë e madhe, një zjarr i fuqishëm. Ta dëgjojmë. Faleminderit. Erdha prap te ky Prag i dashur, ku gjithçka me zë të ngrohtë më thot, mirë se vjen, e kjo zemër portat mi mban hapur, vendlindje që në kam ke mbajtur, mua birin tënd me mall më pret, e më përcjell. Tek ti njoha unë nën e babë, ma dëgjove ti të parën fjallë, dhe hapin që hell ku do në atë dhe, ti e ndoqe veç me sytë e nënës, lule bëje biru këtë dhe. Të madhe dashuri që nënat na më kojnë, ja falim Shqipëris, dhe zemra sa i gufon nga qumshti që pikoj e u pëdrit. Të madhe dashuri që nënat na më kojnë, ja falim Shqipëris, ne bitë saj o kur se harojmë, atë Prag të parën, Pragun e Vexhelis, ne bitë saj o kur se harojmë, atë Prag të parën, Pragun e Vexhelis. Bravo, shumë bukur, pra dhe një nxënës artist, shumë bukur. Është mëngjes dhe nuk është fort e lehtë të hapësh vokalin, por ti e këndova shumë bukur. Një kontribut, një lule shumë e bukur në Gjerdanin e shumë luleve që sot i dhurohen kësaj dite, apo jo? Shumë faleminderit. Kësaj Prag feste. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë, t'ju uroj veç suksesa, apo jo? Edhe ne ty për festën,
Dhe për Faleminderit. mundësinë që na dhe të tregojmë se çfarë njim ne atje në shkollën tonë, atmosferën festive, për çdo gjë që zhvillojmë për këtë muaj pavarësisë. Sa kënaqësi të kemi në studio të tillë të rinj, të tillë nxënës, të tillë rezultate të bukura që kulmojnë me vlerësime. Ju falenderoj shumë. Profesor Arditi, suksese gjithmonë në shkollën tuaj, suksese pafund për të gjitha, Jona Kokliku, Arseldi Muça, Rona Nuria, të gjithë nxënësve që nuk mund të ishin këtu, por që sollën vetëm disa nga shokët e tyre për t'i përfaqësuar. Suksese, rezultate të shkëlqyera, arritje. Kjo është kontributi më i mirë që ju jepni në paradhon për në këto festa dhe për çdo gjë që kulmon brenda vetes. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese gjithmonë.